Gjenita, po lajmërohemi pikërisht këtu nga qendra emergjente në QKUK, ku brenda saj edhe ku është duke u trajtuar 26 vjeçari, i cili tashmë është i dyshuar për vrasjen e bashkëshortës së tij, ndërkohë që i njëjti është duke u trajtuar pikërisht në këtë klinikë, pra në klinikën emergjente, e cila tashmë është e mbushur me zyrtar policor brenda saj, por edhe jashtë kemi parë gjatë kohës sa kemi shndruar këtu. Nga klinika emergjente, pra nuk është se ka planuar të flasë ndonjë prej doktorëve të cilë kanë qenë në ndrimin e mesnatës, me qenë se atëherë ishin planuar të dy personat, pra çifti ishin planuar këtu në qendrën emergjente, ndërkohë që është thënë se gruaja e cila edhe ka ndëruar jetë dhe është sjell këtu në QKUK me plagë të armës së zjarrit, nuk ka arritur të mbijetoj plagëve të marra dhe e njëjta ka ndëruar jetë, ndërkohë që në gjendje të rëndë vazhdon të jetë edhe më tutje bashkëshorti i saj, i cili tashmë nga prokuroria themelore në Gjakove, cila është përgjegjëse për rajonin e Malishevës, ka thënë se është i dyshuar për vrasje të rëndë dhe armbajtje pa leje. Ka qenë vetëm një komunikat e lëshuar pikërisht nga QKUK-ja, e cila edhe ka treguar për gjendjen e personit që ndodhet brenda kësaj klinike, por që nuk ka dhënë asnjë detaj tjetër se cilat kanë qenë apo ku ka më shumë plagë apo cila është gjendja tutje e tij, ndërkohë që kemi pasur edhe një komunikat nga prokuroria themelore në Gjakove, e cila vetëm ka treguar se bashkëshorti i të ndjerës tashmë është person i dyshuar për këtë rast dhe ende nuk dihen detaje se si ka ndodhur e gjithë kjo ngjarje, e cila dyshohet të ketë ndodhur mbrëm pas mesnate dhe se çifti janë gjetur në shtëpinë e tyre, pra të plagosur fillimisht dhe që më pas gruaja ka ndëruar jetë. Tërëntin, unë të falenderoj për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe të gjitha